Në disa qarqe të vendit ka përfunduar numërimi votave. Në Berat Partia Socialiste ka marrë 5 mandate ndërsa Demokratët 2, Forcë 3 ka dalë Shqipëria bëhet, por pa arritur të sigurojë një mandat në kuvend. Në Tibër, po ashtu fituese ka dalë Partia Socialiste duke marrë 3 mandate, ndërsa Partia Demokratike fitoi 2. Në këtë qark, Forcë 3 doli PSD. Gjirokastra ka përfunduar numërimin dhe mandate ndahen 3 Partia Socialiste dhe 1 Partia Demokratike. Shqipëria bëhet renditet e treta, por pa mundur të marrë një mandat në kuvend. Në Korçë ka fituar Partia Socialiste, e cila ka arritur të sigurojë 6 mandate, ndërsa opozita 4. Edhe në këtë qark, Shqipëria bëhet renditet e treta. Kuksi është kryesuar nga Partia Demokratike që ka marrë 2 mandate, ndërsa Partia Socialiste ka arritur të marrë vetëm 1. Në këtë qark, Forca 3 ka dalë Partia Social-Demokrate. Po ashtu, Lesha është fituar nga APD që ka siguruar 4 mandate, ndërsa Partia Socialiste mori 3 në këtë qark. Shqipëria bëhet listohet e treta sa i përket numrit të votave. Në Vlorë, PS ka fituar binqëm duke siguruar 8 mandate, ndërsa Demokratët kanë vetëm gjysmën e tyre, pra 4 mandate në këtë qark. Forca 3 ka dalë Shqipëria bëhet. PD ka rimarrë Shkodrën duke fituar 5 mandate, ndërkohë që socialistët kanë arritur të marrin 4. Në këtë qark, 2 mandate i ka marrë PSD-ja si forcë 3 politike.